Programi Prekja me Dr. Charles Stanley, duke ndarur ngjillin në mbar botën. Sot në programin Prekja ju ftojmë të ndiqni të presësh për kohën e Perëndisë. Perëndia ju do juve dhe dëshiron të plotësoj nevojat tuaja dhe ai premton t'i përgjigjet lutjeve tuaja. Por kjo nuk do të thotë se ai do t'ju jap gjithçka që dëshironi kur ta dëshironi. E dini, nëse ai do t'ju jepte gjithçka që dëshironi kur ta dëshironi, atëherë Perëndia do të zbriste në vendin e dytë në jetën tuaj dhe ajo që morët do të bëhej gjëja më e rëndësishme për ju. Ai nuk u jep këto gjëra për arsyeën e thjeshtë se ndonjëherë gjërat që ju kërkoni nuk janë në vullnetin e tij. Nuk janë të mira për ju, prandaj ai nuk u jep. A mund ta gjeni ju mënyrën për të marrë disa gjëra që nuk janë në vullnetin e Perëndisë? Po, mund ta bëni, por ka pasoja. Tani, ndonjëherë nuk është se ai nuk do që ju të keni ato që kërkuat, por thjesht duhet të dini që nuk është koha e duhur. Perëndia e di kur unë dhe ju jemi gati për një bekim të caktuar, që e dëshirojmë me gjithë zemrën tonë. Ai mund të jetë pjesë e vullnetit të tij për jetën tonë, por a është koha e duhur? Koha është shumë e rëndësishme për Perëndin. Ai nuk bën thjesht këtë apo atë. Perëndia ka një plan të vetin. Mendoni pak për këtë. Ai e njeh jetën tuaj nga fillimi deri në fund. Ndaj ai e di me saktësi ku ndodheni në këtë moment. Ai e di me saktësi se ku gjendeni krahasuar me se ku do shkoni, sepse ai e njeh edhe fundin edhe fillimin. Prandaj ai e di se po t'ju jap disa gjëra, ka disa momente kur ju nuk jeni të kualifikuar apo nuk jeni gati. Pra nuk do të ishte vepër dashurie nga ana tij. Pra është mungesa jone gatishmërisë për të pritur për kohën e tij, që na fut në telashe dhe na sjell në përshtjellim dhe na bën që të humbasim bekimet më të mira të Perëndisë në jetën tonë. Nëse shkoni tek Isaia kapitulli 64, aty gjendet një varg interesant. Ky varg i fuqishëm ka të bëjë me atë për të cilin do të flasim sot, dhe që është të presësh për kohën e Perëndisë. Një parim shumë i rëndësishëm në fjalën e Perëndisë. Te kapitulli 64 i Isaias. Shpresoj që të shkoni aty dhe ta nënvizoni atë apo ta ngjyrosni, sido që t'ju duket më e përshtatshme. Dikush mund të thotë, pra mund të bëj nënvizime tek Bibla ime? Sigurisht. Nënvizojeni mirë. Në fakt, një Bibël e mbushur me nënvizime mund të jetë një tregues i mirë se jeta dikujt nuk është lëmshë gjitha. Ndaj, unë do ta nënvizoja. Shkoni tani tek vargu që folëm, tek vargu 4. Nga kohët e lashta, askush nuk ishte dëgjuar kurrë, asnjë vesh nuk ishte dëgjuar dhe asnjë sy nuk ishte parë ndonjë perëndi tjetër veç teje që vepron për atë që ka shpresë tek ai. Vini re këtë. Perëndia vepron për atë që ka shpresë tek ai. Tani, çfarë do të thotë Bibla me për ose në emër të? Do të thotë se Perëndia është një perëndi personal. Ai njeh çdo njërin prej nesh dhe gjithçka rreth nesh sepse ai është i gjithdijshëm. Vepron për ne do të thotë se Perëndia është i gatshëm të përfshihet në çdo aspekt të jetës sonë. Dhe nëse Perëndia vepron për ne, ai do të na jap të gjitha ato gjëra që janë të mira për ne. Ai do të veprojë në mënyrë të tillë që të përmbush vullnetin dhe qëllimin e tij. Dhe shumë njerëz do ta jetojnë jetën dhe do të vdesin pa e ditur këtë të vërtetë. Bibla thotë se Perëndia ka paracaktuar. Ai ka paracaktuar para se të shpëtoheshit, para se të lindnit, pasi të shpëtoheshit. Ai do të fillonte të punonte në jetën tuaj për t'ju bërë të ngjashëm me shëmbëllesën e birit të tij. Ai thotë se ju ka paracaktuar për t'ju bërë të ngjashëm me shëmbëllesën e birit të tij, Jezus. Për këtë arsye, çfarëdo që Perëndia të bëjë në jetën tuaj, ai e bën për të mirën tuaj, duke vepruar për ju, duke hequr, duke larguar ato gjëra që janë pengesë dhe duke ju dhënë ato gjëra që janë bekim për ju. Pra ai vepron për ju. Kështu kur ju veproni për fëmijët tuaj, veproni për të mirën e tyre. Kur Perëndia vepron për ju, ai vepron për mirë. Ai nuk ju heq disa gjëra me qëllim që të tregohet një atë jo i dashur. Jo, ai jep dhe merr në përputhje me vullnetin dhe planin e tij të përsosur për jetën tuaj. Dhe kur Perëndia vepron për ju, do të thotë se çfarëdo gjëje që t'jeni duke kaluar, ai do të jetë me ju për t'ju udhëhequr dhe për t'ju drejtuar. Ai gjithmonë do të veprojë duke pasur në zemër interesin tuaj më të mirë. Prandaj, nëse ju jeni të gatshëm të prisni në të, ju do të merrni më të mirën e Perëndisë për jetën tuaj. Tani, pasi ju përballeni me këto situata, ju keni gjithmonë 3 mundësi zgjedhjeje. Do me thënë,
Ti kërkoni diçka Perëndis dhe nëse nuk e merrni atë që doni, të mund ta manipuloni. Dhe janë të shumë njerëzit që e shfrytëzojnë rastin dhe që shkojnë sa ndej këndej që nuk lën gur pa lëvizur dhe që bëjnë e çfarë nuk bëjnë. Lloj marrëveshjesh me qëllim që të marrin atë që dëshirojnë. Dëgjoni, ju mund të merrni atë që dëshironi jashtë vullnetit të tij, por mos harroni këtë. Kur ju e merrni atë që dëshironi jashtë vullnetit të tij, duhet të përballeni me pasojat e mosbindjes tuaj. Mosbindja ndaj Perëndis ka disa pasoja dhe Pavarësisht se kush jeni dhe se çfarë besoni, nuk e ndryshoni dot këtë. E ja se çfarë është e rëndësishme. Zoti është i gatshëm të veprojë në interesin tuaj. Por kur veproni në mosbindje ndaj Perëndis, do keni pasoja çfarë po bën ai. Ai jo vetëm që do t'ju jap më të mirën e tij, por nuk do as që të vuani pasojat kur nuk është as pak e nevojshme. Por kur ai më tregon se ç'duhet të bëj, kam 3 mundësi zgjedhje. Unë mund t'i manipuloj rrethanat, të ecë përpara dhe të marr atë që dua. Me fjalë të tjera, nëse nuk është vullneti i Perëndis që disa njerëz të kenë shumë nga gjërat që ata blejnë, nuk është vullneti i tij, por e dini, ata nxjerrin kartën e kreditit. Perëndisi thua për këtë. E po ti ke një kartë krediti për këtë, ti mund ta blesh një makinë të shtrenjtë, mund të blesh ç'të duash, me fjalë të tjera ta përdorësh sa herë të duash kartën. Dhe çfarë ndodh? Një ditë do ta paguash. Ajo që dua që të kuptoni është kjo. Perëndia nuk, dëgjoni, ai nuk do që ju të jeni borxhlin në frym. Ai do që të jeni të lirë. Ai dëshiron t'ju jap çka keni nevojë. Ai dëshiron që të plotësojë nevojat tuaja emocionale, shpirtërore dhe fizike në përputhje me vullnetin e tij. Por nëse shpërfillni atë dhe shkoni ta merrni vetë atë që dëshironi, kur të dëshironi, më lejoni t'ju them diçka. Atëherë kjo ka disa pasoja të pashmangshme. Një gjë tjetër që ju mund të bëni kur arrini në një situatë të tillë, ju mund të thoni çfarë t'ju them. Perëndia nuk ju përgjigj lutjeve të mia, ndaj do heq dorë, do largohem që këtej. Le t'i kthehemi edhe një herë çështjes së punës. Pra ju jeni lutur për një punë të caktuar, jeni lutur pa pushim dhe gjërat nuk rrodhen ashtu siç i kishit menduar dhe ju rreshni së luturi dhe ju thoni, "U luta dhe Perëndia nuk më dëgjoi." Ju mund ta humbisni një mundësi për shkak se ajo nuk erdhi atëherë kur ju e dëshironit. Dëgjoni, ajo që kam mësuar nga jeta është se për disa nga gjërat më të mira duhet të presim më gjatë. Kështu ju duhet që të vendosni. Çfarë vlere ka kjo gjë për mua? Por nëse jeni tipi personit që duhet i keni gjërat në çast dhe sipas mënyrës tuaj, atëherë do të humbisni më të mirën që Perëndia ka për ju. Ju s'doni të jeni pjesë e kësaj kategorie. Dhe reagimi i tretë që ka gjasa që të ndodh është të prisni dhe ta lejoni Perëndin të punojë për ju. Bëni mirë ta mbani shënim këtë. Prisni dhe shihni Perëndin të punojë. Shihni çfarë do bëj ai. Shikoni se si ndryshon ai situatat dhe rrethanat. Dhe të gjithë kemi qenë në situata ku kemi menduar, Perëndi, çfarë ke ndërmend që të bësh ti? Por jepeni pak kohë Perëndis. Ai e di me saktësi çfarë do të bëj. Ai, dëgjoni, ai nuk është duke vrarë mendje që të kuptojë çfarë keni qellosur dhe si t'ju nxjerr nga kjo situatë. Jo, Perëndia e di me saktësi se si ndodhi dhe pse ndodhi. Ai e di se si të ndryshojë, çfarë do lloj rrethane në jetën tuaj. Por ju duhet të jeni të gatshëm ta lejoni të veprojë, jo të manipuloni rrethanat për t'i arritur qëllimin tuaj. Ndaj pyesni veten tuaj, ku keni arritur dhe se çfarë do lloj gjëje që po ndodh në jetën tuaj, a mos e keni shkaktuar vetë me veprimet tuaja? Këtë nuk mund ta dini me siguri. Apo e keni kërkuar Perëndis t'ju jap atë vend pune, t'ju jap këtë privilegj apo çdo gjë që ju ka dhënë në jetë dhe ju e falenderoni për çka ai ka bërë, e pastaj ndiheni më së të sigurt në lidhje me të. Të priturit në Perëndi kërkon që të përmbushen edhe disa kërkesa që nuk na pëlqejnë. Ne i duam gjërat në çast dhe po ta mendoni për pak, edhe unë mendoj ndonjëherë se nëse gjërat përshpejtohen, spesoj se mund ta përballoj këtë. Me fjalë të tjera, nëse gjithçka është kështu, atëherë nuk ka kohë për të bërë asgjë veçse të bësh përpara pa pushim. Por një jetë e perëndishme nuk është kështu. Atëherë, çfarë duhet bërë? Pikë së pari, ju duhet i besoni atij. Nëse nuk i besoni atij, nuk do t'i bindeni. Ne këndojmë një këngë beso dhe bindu, s'ka mënyrë tjetër për të qenë i lumtur në Jezusin veçse t'i besojmë dhe bindemi. E kemi kënduar për vite e vite, por pak njerëz e besojnë. E po, nëse dua më të mirë nga Perëndia dhe që ai të veprojë në interesin tim, atëherë duhet i besoj. Ai nuk tha se do ta kuptoni gjithmonë. Ai nuk tha se do t'ju pëlqejë gjithmonë. Ai nuk tha po mirë, Si të dëshironi ju, ashtu u bëft. Jo, nëse dëshironi të merrni më të mirën prej tij, atëherë duhet i besoni atij dhe ta lejoni të veprojë. Ju duhet i besoni Zotit kur thot po. Duhet i besoni edhe kur thot jo.
Ju duhet të besoni sepse ai ju njeh dhe ju do në mënyrë të përsosur. Për shkak se ju do në mënyrë të përsosur dhe të pakushtëzuar, do të bëj vetëm atë që është e drejtë. Ju thoni, po, por ju nuk e dini se çfarë kam kaluar unë, dhe ju nuk e dini për mua. Miqtë e mi, unë mund t'ju them diçka me siguri, sepse e di saktësisht se si vepron Perëndia, sikur keni prekur fundin, ashtu edhe kur jeni në krye. E dini çfarë kam zbuluar? Ai është i njëjti Perëndi i mrekullueshëm, pavarësisht ku gjendeni dhe çfarë po ndodh në jetën tuaj. Kështu pra, duhet besim, por duhet edhe diçka tjetër. Duhet përulësi. Sepse e dini nëse nuk po i besoni Perëndis. Çfarë jeni duke thënë? Unë e di më mirë se ai për çfarë kam nevojë. Ajo që ne dim do t'ishte si një grimcë rëre nëse do të grumbullonim të gjithë rërën e të gjitha plazheve të botës. Një grimcë nuk mund të krahasohet kurrë me ta. Krenaria thot kështu. E bëj ashtu si di vetë, kjo nuk është punë e Perëndis, Perëndia nuk hyn në këtë mes, unë do t'ja dal vetë, po mund t'ja dalësh. Ti mund të manipulosh dhe t'ja dalësh, por ke për të vuajtur një pasojë të tmerrshme. Ka shumë të ngjarë që disa prej jush që jeni duke dëgjuar, të jeni duke thënë po. Kjo është e vërtetë sepse edhe unë po vuaj një pasojë të tillë nga që nuk ju binda, dhe unë nuk e lejova Perëndin që të vepronte sipas mënyrës së tij. Pra ju duhet të besoni atij e të keni një shpirt të porulur, sepse ai e di më mirë se ju. Dhe pastaj duhet të jeni të duruar. Nëse i kërkoni Perëndis të bëjë diçka në jetën tuaj, e dini çfarë? Ai nuk punon në shërbimin taksi, po zotëri, për 5 minuta jam aty. Harrojeni këtë. Kështu durim do të thotë të presësh për drejtim të mëtejshëm. Perëndi, kur është koha jote? Por ndonjëherë duhet pritur më gjatë. Dhe në raste të tilla ju duhet pyesni veten, a është kjo, më dëgjoni, kjo më pëlqen shumë? A ja vlen të pres për diçka të tillë? Dhe nuk mund t'ju përgjigjet askush veç jush. Nëse ajo që jeni duke e pritur ka vlerë të madhe për ju, ju mund të prisni duke ditur se ati Perëndi i cili ju do ju pa kushte, do të sigurojë për ju në kohën e duhur, në kohën e tij, pikërisht atë që kishte në mendje për ju. Ndaj jeni të duruar, përndryshe do futeni në telashe. Pastaj sigurisht duhet guxim. Duhet guxim për të pritur në Perëndin. Tani dëgjoni. Guxim po për çfarë konkretisht? Ju duhet të keni guxim për t'i bërë ballë 3 gjërave. Të dilni jashtë plajnë të Perëndis, dhe të dëgjoni njerëzit e tjerë, dhe të friksoni. Pra ju nuk duhet të keni frikë. Dëgjoni, nëse jeni duke ecur sipas vullnetit të Perëndis për jetën tuaj, nuk keni pse të keni frikë nga asgjë, sepse Perëndia, sovrani i këtij universi, është mbrojtësi juaj. Dhe kushdo që ju cënon juve, ka të bëjë me Perëndin. Dhe Perëndia di si ti mbrojë fëmijët e tij. Ai di si ti mbrojë ata çfarë do lloj gjëje të jenë duke kaluar në jetë. Tani, cilat janë pasojat me të cilat ne përballemi kur nuk presim për kohën e Perëndis? Unë dua t'ua bëj të thjesht, por kjo është shumë e rëndësishme. Me fjalë të tjera, ju keni mundësi të zgjedhni të prisni për kohën e tij apo të veproni vetë. Pra, cilat janë pasojat kur i Bëni gjërat sipas mënyrës suaj. Ju dini jashtë vullnetit të Perëndis. Është shumë e rëndësishme të bëjmë atë që Perëndia thot, kur ai thot ta bëjmë atë. Dhe kështu ai thot, dëgjoni. Ai vepron për ata që e presin atë. Kështu unë i kërkoj atij që të më jap drejtim, ai më jep drejtim. Ai do të veprojë në vendin tim. Ai do të më çojë atje ku ai do nëse unë i besoj atij. Por nëse unë kam idenë që do ta dëgjoj atë dhe pastaj do të bëj rregullime sipas vullnetit tim, ky është rebelim kundër Perëndis. Dhe dëgjoni, është shumë e thjeshtë. Bindju Perëndis, lërjani atij të gjitha pasojat. Bindju në Perëndis, jeni të bekuar. Nëse nuk i bindeni, nëse rebeloheni kundër tij, atëherë si mund të prisni që Perëndia t'ju bekojë? Janë të shumë njerëzit që nuk ndalojnë dhe të mendojnë. Kjo është ajo që ju mësoni fëmijëve. Bindju një babait tuaj, bindju një mamas tuaj. Nëse nuk i bindeni babait dhe mamas, atëherë ka disa pasoja për ju. Nëse ata nuk binden, ju si veproni? Ju i jepni një shuplak ose përpiqeni të disiplinoni në një farë mënyre, ju nuk mund t'i lini të bëjnë ç'të duan. Kështu që kur Perëndia vjen dhe ju thot juve, ja se çfarë dua që ti të bësh, dhe ti përgjigjesh unë nuk mundem ta bëj këtë. Atëherë ai ju disiplinon. Po ç'është ky Perëndi? Është i njëjti Perëndi, dëgjoni. Ne themi se i besojmë këto të vërteta, por shihni se si ne veprojmë. Dhe kështu, ajo që ndodh është ne dalim jashtë vullnetit të tij dhe paguajmë pasojat. Pastaj sigurisht
kjo e vonon bekimin e tij. Ne i vonojmë planet e tij sepse duam t'i bëjmë vetë gjërat, sipas mënyrës tonë. Dhe unë mendoj se janë të shumë njerëzit që gjenden në nevojë për shkak të vendimeve që kanë marrë. Ata duan atë që Perëndia ka premtuar, por duan të veprojnë sipas mënyrës së tyre, por s'funksionon. Së treti, ne i shkaktojmë vetes vuajtje dhe dhimbje. Unë mendoj se për të gjitha këto mund të japim nga një shembull nga Bibla, por koha nuk na e lejon këtë. Megjithatë, shihni Abrahamin për shembull. Perëndia i tha se do të bëhej me djalë. Kjo ishte diçka e mirë, por duke e pamundur për të. Dhe kështu në vend që të priste në Perëndin, ai dëgjoi të shoqen dhe kështu në skenë doli Agari. Çfarë ndodhi? Gjithçka u bë lëmsh, sepse ata nuk donin të prisnin. Dhe kështu pra para se t'i shkaktojmë vuajtje vetes, le të mendojmë për Abrahamin i cili duhet të ketë ndjerë keqardhje. Dhe dhimbje për atë që ai bëri, duhet të jetë penduar për këtë gjë. Ju nuk mund të dilni jashtë vullnetit të tij edhe pse mund të jeni në gjendje ta justifikoni, edhe pse mund të duket e arsyeshme apo e drejtë për ta bërë, ajo nuk është në vullnetin e Perëndisë. Dhe për mua kjo është shumë e thjeshtë. Megjithatë, për disa njerëz është shumë e ndërlikuar, nuk e di pse. Po ju a përmbledh pak më qartë, a jeni ju të gatshëm t'i besoni atij apo jo? Ju nuk mund t'ia kaloni planit të Perëndisë. Dhe unë do të thosha se kjo e tëra është marrëzi e plotë, dhe të mendosh se mund t'ja dalësh vetë dhe të shpërfillesh më të mirën që Perëndia ka për ju. Pastaj vjen pështjellimin dhe të tjerë dhe ju mendoni o Perëndi, pse po më ndodhin mua këto gjëra? Pyes veten se sa shumë njerëz e thon këtë. Ata shikojnë financat e tyre. Pse jam zhytur në borxhe? Perëndisi duhet më pak se një fjali për t'ju përgjigjur kësaj. Ju keni shpenzuar shumë para. Është fare thjesht. Dhe unë mendoj se ai mund të thoshte edhe shumë gjëra të tjera. Ju e keni futur veten tuaj në telashe për këtë arsye, sepse nuk ju bindët atij. Nëse do t'i bindeshit atij dhe të veproni sipas tij, sigurisht nuk do të vononit bekimet e tij dhe nuk do t'i shkaktonin vuajtje dhe dhimbje vetes. Ne shkaktojmë vuajtje mundime edhe të tjerëve. Dëgjoni, ju nuk jeni si ishuj. Të gjithë ne kemi marrëdhënie. Nëse jeni të martuar, keni marrëdhënie. Nëse keni fëmijë, prindër apo miq, keni marrëdhënie. Të gjithë ne kemi marrëdhënie. Por kur dilni jashtë vullnetit të Perëndisë dhe veproni sipas mënyrës tuaj, kjo ndikon tek njerëzit e tjerë. Ndoshta ata mund të mos jenë besimtar, ndërkohë që ju pretendoni se jeni të krishterë. Ata shohin se çfarë ju bëni dhe çfarë ju ndodh dhe thonë, po që se ndodh një gjë e tillë, atëherë nuk dëshiroj të jemi krishterë. E po, ata nuk rrin të mendojnë se ju nuk ju bindet Perëndisë dhe ai po ju disiplinon. Më dëgjoni, ju nuk mund të dilni jashtë vullnetit të tij pa shkaktuar pasoja. Kështu një veprim i tillë ndikon në jetën e shumë njerëzve. Numri njerëzve që do ndikohet nga veprimet tuaja varet nga pozita ose rrethanat e jetës suaj. Ndaj bëjni vetes pyetjen, a mund ta përshkruani jetën tuaj si një jetë në bindje pa nënkuptuar se duhet jeni të përsosur? Por nëse dëshironi t'i bindeni Perëndisë, ta ndiqni atë e të dëgjoni prej tij, ju nuk do merrni vendime pa folur me të dhe thjesht të bëj këtë lutje. Perëndi, foli zemrës time. Më ndihmo të dëgjoj ty dhe të njoh të vërtetën. A mendoni se Perëndia do t'i përgjigjet? Po, do t'i përgjigjet. Megjithatë, nëse ju s'jeni të shpëtuar, ju mund të thoni do t'i përgjigjet Perëndia? Po, dhe ai do të thotë se jeni duke jetuar në mëkat dhe mosbindje dhe se nuk mund t'ju bekoj për shkak se jeni të rebeluar kundër tij dhe derisa të pranoni birin e tij Jezus Krisht që vdiq në kryq dhe shleu borxhin për mëkatet tuaja, pasi ta zgjidhni çështjen e shpëtimit, ai do të vijë në jetën tuaj përmes frymës së shenjtë dhe ai ka një plan të përsosur për jetën tuaj. Por nëse se bëni këtë gjë, asgjë s'do të funksionojë. Është shumë e thjeshtë. A jeni të gatshëm të bindeni Perëndisë apo jo? A besoni se ai ka më të mirën për ju apo jo? Pra, siç thash, mosbindja ka pasoja. Mësoni se ju mësoni të prisni në të. Tani vjen pjesa më e bukur, dhe unë do t'ju jap disa vargje nga shkrimi pasi nuk do të kishim kohë të merrnim të gjitha vargjet me radhë. Por çfarë duhet të shpresojmë kur presim për kohën e Perëndisë? Para së gjithash, Perëndia do të shprehë mirësinë e tij ndaj nesh. Nëse ju dëshironi, mund të shkoni tek Vajtimet, pasi ti keni kaluar Isaian dhe Jeremian. Pra, le të shkojmë tek Vajtimet, kapitulli 3. Dhe shikoni këtë varg. Do t'ju jap një varg për secilin nga pikat për të cilat folëm këtu. Shkrimi thot: në vargun 25 të kapitullit 3 i Vajtimeve, Zoti është i mirë,
me ata që kanë shpresë tek ai, me shpirtin që e kërkon atë. Gjë e mirë është të presësh në heshtje për shpëtimin e Zotit. Ai thot se është mirë të presësh në të. Kështu thot Perëndia, ai thot, a doni ta dini mendimin tim, është mirë të presësh në mua, sepse unë kam më të mirën për ju. Dhe pastaj sigurisht, kur ne presim në të, ai do t'i përgjigjet lutjeve tona. Dhe tek Psalmi 40, lexoni vargun e parë, dëgjoni se çfarë thot ai, më pëlqen shumë kjo. Unë kam pritur me ngulm dhe me durim Zotin, dhe ai u përkul mbi mua dhe dëgjoi britmën time. E dini ç'do thot kjo? Nga ana njerëzore kjo do të thot se ai e dëgjoi. Ai u përkul mbi mua dhe dëgjoi britmën time. Më nxorri jashtë një grop e shkatrimi nga problemet që kisha shkaktuar, nga balta moçalit, i vendosi këmbët e mia mbi një shkëmbë dhe i ka bërë të qëndrueshme hapat e mia. Dhe mua kjo më pëlqen shumë. Ai vuri në gojën time një kantik të ri për të lëvduar Perëndin ton. Shumë njerëz kanë për ta parë këtë, do të dridhen dhe do të besojnë Zotit. Ai tha se vendosi një kantik të ri. Pse të mos i besojmë atij? Mos e ngrini dorën, por sa prej jush ka nevojë për një kantik të ri? Ju duhet të shihni përreth e të kuptoni çfarë ka ndodhur në jetë. Nëse ka gjëra që nuk duhet të jenë aty dhe cilat janë pasojat që jeni duke vuajtur, a doni një kantik të ri? A doni që Perëndia të vendosë një kantik të ri në gojën tuaj? A doni që ai të ndryshojë gjithçka? Atëherë tregoni të bindur ndaj tij dhe lejojeni atë të veprojë. Pastaj sigurisht, ju do të shihni përmbushjen e besimit tuaj nëse i bindeni atij. Shihni për një moment Isaian, kapitullin 49 dhe vargu 23. Shihni premtimin që ai ju bën këtu. Ata që shpresojnë tek unë nuk do të turpërohen. Dikush thot, po sikur të bëjnë ndonjë gabim, ne të gjithë bëjmë gabime. Por ai thot se ju nuk do turpëroheni sepse e dini, edhe nëse gaboni ai merr gabimet tuaja dhe i kthen ato për të mirë në jetën tuaj në mënyrë të mrekullueshme, të jashtëzakonshme, hyjnore. Pastaj, ai do të ndihmojë të fitoni mbi mundimet e jetës, thuhet tek Psalmi 37, të gjithë kalojnë mundime, por ai premton se nëse presim për të, ai do të na ndihmojë të kalojmë ato dhe nëse do të shikoni pak Psalmin 37 dhe duke filluar me vargun e 9. Pastaj me vargun 34. Dëgjoni se çfarë thot këtu, sepse njerëzit e këqij do të shfarosen, por ata që shpresojnë tek Zoti do të bëhen zotër të tokës. Perëndia do t'i bekojë gjithmonë. Vargu 34 i të njëjtit psalm thot: "Ki shpresë të patundur tek Zoti dhe ndiq rrugën e tij, dhe ai do të lartojë me qëllim që ti të trashëgosh tokën." Në Bibël shohim premtim pas premtimi se nëse ne do të presim për të, atëherë ai do të na bekojë. Dhe nëse ju shkoni tek Filipianëve dhe ju me shumë mundësi e dini përmendesh në kapitullin e 4, dëgjoni çfarë thot. Gëzohuni gjithnjë në Zotin, po ju a them përsëri, gëzohuni. Zemërbutësia juaj le të njihet nga të gjithë njerëzit. Zoti është afër. Mos u shqetësoni për asgjë, por në çdo gjë ja parashtroni kërkesat tuaja Perëndis me anë lutjesh dhe përgjërimesh me falënderim. Dhe paqja e Perëndis, që ja te kalon çdo zgjuarësie, do të ruaj zemrat dhe mendjet tuaja në Krishtin Jezus. Të bësh vullnetin e Perëndis, të zbatosh planin e tij, të sjell paqe. Ndaj bëjni vetes këtë pyetje. Nëse ju do t'ju duhet të zgjidhni midis paqes së vërtet në zemër midis jush dhe Perëndis, dhe dëgjoni këtë, dhe paqes me veten tuaj, a do të preferonit më mirë këtë apo do të doni të kishit këto gjëra? Pra, të gjitha këto gjëra. Ka shumë njerëz që i kanë të gjitha, por janë të mirë. Ndoshta shumica njerëzve, ata ndihen fatkeq. E dini pse ndihen kështu ata? Sepse ata kanë punuar fort për të pasur gjithçka dhe tani kanë frikë se do t'i humbasin, kështu ata shkojnë nga një ekstrem në tjetrin. Nuk din ç'të bëjnë me to. E kështu me radhë. Nëse dëgjoni, nëse ju nuk i jepni Perëndis vendin e dur si sovrani i jetës suaj, si siguruesin e jetës suaj, si Zotin dhe siguruesin e të mirave tuaja, për të mirën tuaj në çdo situatë në të cilën ndodheni, nëse e shpërfillni, atëherë ka pasoja të pashmangshme. Por nëse besoni tek ai dhe i bindeni atij, ju do ta shihni të veprojë në jetën tuaj siç nuk e keni menduar kurrë më parë, sepse i tillë është ai, ky Atë i dashur i mrekullueshëm, që na premton ne se do të veprojë për ne nëse presim për të.
Dhe atë ne të jemi shumë mirë njohës për këtë varg të thjeshtë. Për faktin se ti vepron për ne personalisht për faktin se ti punon në jetët tona dhe kjo është e mrekullueshme. Ndaj në këtë moment unë lutem për të gjithë ata që nuk kanë besuar kur tek ti si shpëtimtar, ndihmoj të kuptojnë të vërtetën, se ata po jetojnë kundër vullnetit tënd. Nuk ka asnjë mënyrë për të fituar, nuk ka mënyrë për të mbijetuar, duke pasur gëzim të vërtet në jetën e tyre. Ti je më se i gatshëm t'i falësh. Je i gatshëm t'i pastrosh, t'u japësh një fillim të ri, të vendosësh një kantik të ri në zemrat e tyre. Dhe atë unë lutem që t'i flasësh secilit prej nesh. Kjo është lutja ime në emrin e Jezusit. Amen.